kush. Largo Albulena Agjiun, edhe Artan Behrami po t'ishte, edhe babai im po t'ishte, gjithë kush nga PDK po t'ishte. Ku nuk I merr votat 22 herë, unë e kisha dalë publikisht kundër atij, edhe le të jetë edhe kryetar I partisë time. Prandaj, unë mendoj që në lëvizjeve të vendosje, nëse ka zëra racional, duhet të zgjohen dhe të ndalin këtë praktikë, sepse zgjidhja është tepër e lehtë. E ndron kandidatin, bëhet konstituimi Kuvendit të Republikës së Kosovës edhe vazhdojmë. Një manipulim tjetër që po bëhet, për cilën kam qef me fol, është që nëse dëgjoni argumentet është që ne mund ta bllokojmë konstituimin e Kuvendit kur janë radha të nënkryetarit. Qytetarët po ashtu duhet ta dinë që ekzistojnë 3 faza. Ekzistojnë 3 faza të konstituimit të Kuvendit, të cilat nuk kanë shumë lidhje me njëra tjetrën si procedurë. Faza e parë është kryetari ose kryetarja. Votimi për kryetar dhe për kryetarin e don një dialog të veçantë. Pra, shkëputur prej nënkryetarëve. Kur vjen radha nënkryetarëve, nuk keni me dëgju askënd nga Partia Demokratike e Kosovës dhe besoj as nga pjesa tjetër opozitës që të ketë ankesë në ndonjë nënkryetar. Sepse praktika parlamentare, ligjet dhe kushtetuta edhe në të kaluarën, ata kanë shku paket. Të gjithë nënkryetar të shumicës shqiptare janë votu gjithmonë pa ankesë, nuk e kanë kundërshtuar njëri tjetrin. Dhe mandej është edhe nënkryetarit e pakicave. Pra janë 3 faza, për cilat nga njëherë në lëvizjeve të vendosje tentohet që ngatrohet të faza, thonë edhe ne mund ta bllokojmë konstituimin e Kuvendit me nënkryetarit. Jo, nuk mund ta bllokoni me nënkryetarit, sepse një praktikë e tillë s'ka ekzistuar kurrë. Me kryetarin mund ta bllokoni, po me nënkryetarin nuk mund ta bllokoni. Dhe ajo çfarë po ndodh është për një mend, shteti I Kosovës është shndruar edhe elitat politike në Kosovë, parlamenti I Kosovës është shndruar si një kopsht me 5 vjeçar që kapen për një lodër, kjo është e imja, kjo është e imja. Faji është I yti, faji është I imi. Unë mendoj që duhet të thret mendjes ish kryeministri, sepse e ka shumicën relative në Kuvend, dhe njeriu që ka shumicën ka përgjegjësi më shumë, jo më pak. Nuk mund të sillet ai sikur nuk e ka asnjë vot në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Edhe me thonë që kjo është obligim I partive tjera me zgjedh edhe me konstitui Kuvendin. Konstituimi I Kuvendit është përsi e secilëve, po tash për kryetarin e Kuvendit, Partia Demokratike e Kosovës, si asnjë parti tjetër në Kuvend, ka ofruar të gjitha zgjidhjet, të gjitha modalitetet, vetëm që të konstituohet Kuvendin në mënyrë që të adresojmë sfidat e brendshme, edhe sfidat që janë shumë të mëdha të jashtme, sepse po jetojmë në një botë që gjeopolitikisht po ndron çdo ditë. Zotëri Behrami, në fakt ajo që lëvizja vetëvendosje ka drejtuar si lloj akuzash karshi partive të tjera politike ka qenë pjesa se nuk duhet që partitë e tjera të na tregojnë për